Fjala sot. Gëzim. Përshëndetje dhe mirë se vini në këtë seri programesh nga pastorët Paul dhe Doug Schroeder nga shërbesa Fjala sot. Dhe fjala për sot është gëzim. Kur ne kalojmë periudha të vështira në jetën tonë, na duket e pamundur edhe të buzëqeshim dhe mendojmë se ditët e bukura të gëzuara kanë mbaruar. Ndonjëherë kjo gjendje zgjat aq shumë saqë ne shkojmë në farmaci dhe marrim një ilaç që mendojmë se do ta shqetësojë ose të paktën do të na ndihmojë për të fjetur. Por a e dini se ka një kur të jashtëzakonshme për të përjetuar gëzim në jetën tonë? Po, është e vërtet, edhe pse mund t'ju duket e pabesueshme. Na ndiqni në programin tonë të sotëm, për të zbuluar se cili është burimi i gëzimit vërtet e për të mësuar se ky burim është i pashtershëm përjetësisht. Jemi të sigurt se sapo ta mësoni këtë, do të filloni të shihni ndryshe vështirësitë dhe problemet në jetën tuaj dhe madje do të jeni shumë inkurajues edhe për njerëzit përreth jush. Mos e humbisni këtë program që do të ndryshoj shumë zemrën tuaj. Ka shumë probleme dhe gjëra të këqija sot në botë, saqë kur dikush është i qeshur e i lumtur, kam frikë se konsiderohet sikur është budalla. Kjo ndodh sepse me gjithë këto gjëra me të cilat përballemi, duket sikur nuk ka shumë gjëra për të qenë të gëzuar. E përsëri, nga një këndvështrim i krishterë, gëzimi ekziston. Ka një gëzim që ja tejkalon çdo zgjuarësie. Në fakt, ky gëzim është kaq shumë përtej kuptimit ton, saqë e vetmja mënyrë që një njeri ta përjetojë atë është nëse njeh Jezu Krishtin. Dhe jo vetëm ta njoh atë, por ta njoh në mënyrë personale, të afërt. Ndodh që ndonjëherë gjërat të shkojnë shumë mirë. Mund të ndodhë që të ngrihemi në detyrë, apo që gjërat të shkojnë mbar në familjen tonë dhe kjo na bën të jemi shumë të lumtur. Sigurisht që edhe jo të krishterët mund të jenë të lumtur. Në jetën e tyre ndodhin shumë gjëra për të cilat ata festojnë dhe janë mirënjohës. Dhe unë dua të flas për diçka që shkon përtej gjithë kësaj. Ka një gëzim të veçantë që vjen nga pranimi i Jezu Krishtit si shpëtimtari juaj personal. Dhe ky program, Fjala sot, flet pikërisht për këtë. Ka një lloj gëzimi që ne e ndjejmë edhe në kohë vuajtjesh, edhe kur kemi probleme dhe vështirësi. Dhe ai vjen si një mrekulli, si një dhuratë nga Perëndia. Ky gëzim i veçantë fillon duke kuptuar se nuk ka përse të shqetësohemi e të jemi në ankth për asgjë. Shumica e problemeve me të cilat përballemi vijnë pikërisht për shkak se ne jemi të shqetësuar. Në një farë mënyre, ne mendojmë se diçka e keqe do të ndodhë. Ndihemi sikur do të humbasim punën, sikur nuk do të kemi para mjaftueshëm për të dalë në pension, apo se për një arsye apo një tjetër etj. Fëmijët tanë do të marrin rrugë gabuar, çfarë do qoftë, dhe fillojmë të shqetësohemi e të mendojmë se po e humbasim kontrollin ndaj situatave. Mirpo, një nga gjërat që Perëndia na premton është se nuk ka përse të shqetësohemi. Nuk ka përse të kemi frikë. Nuk ka përse të merakosemi për të ardhmen, sepse ai është atje tashmë. Ai është i pafundëm. Perëndia është i përjetshëm. Ai është tashmë në të ardhmen. Ai e njeh të ardhmen. Dhe si fëmijë që i përkasim atij, na thot se do të na udhëheq e drejtojë në jetën tonë në një mënyrë të tillë sa do ta kthejë gjithçka për të mirën tonë. Kjo është e mrekullueshme. Ai do të marrë çdo problem, çdo shqetësim e çdo frikë dhe do t'i shndrrojë ato në një mënyrë që do të sjellin përfitime për ne dhe do të bëhen bekime për ne. Dhe ky është premtimi që Perëndia u bën njerëzve të tij. Prandaj, ne mund kemi paqe duke e ditur se Perëndia ka kontrollin. A nuk është e mrekullueshme? Kjo është paqe. Kjo është paqja e Perëndisë që ja tejkalon çdo zgjuarësie. Dhe është e vërtetë. Ju nuk mund ta përdorni zgjuarësinë tuaj për ta kuptuar atë. Është përtej çdo mendimi njerëzor. Është një dhuratë që ja tejkalon gjithçkaje që ne mund kuptojmë. Perëndia do të plotësojë të gjitha nevojat tona. Jo vetëm disa prej tyre, jo ndonjëherë, jo deri diku, por të gjitha nevojat tona. Ai do të na bekojë me çdo gjë që na nevojitet fizikisht, mendërisht, emocionalisht, psikologjikisht dhe financiarisht.
Në çdo aspekt, ai do të plotësoj çfarëdo nevoje që ne kemi. Tani, unë dua që ju të hapni Biblën dhe nëse nuk e keni me vete në këtë moment, mund ta mbani shënim vargun ose, nëse jeni duke i dhënë makinës, përpiquni ta mbani mend. Shkoni tek Filipianët kapitulli 4, i cili është quajtur edhe kapitulli i gëzimit. Është një kapitull i mrekullueshëm në letrën që Pali i shkruan kishës në Filipi dhe ai thotë: Gëzohuni gjithnjë në Zotin, po ju a them përsëri, gëzohuni. Ky është vargu 4 i kapitullit 4 të Filipianëve dhe ai e përsërit këtë disa herë. Me fjalë tjera ai thotë: Gëzohuni gjithmonë, pavarësisht situatës suaj. Gëzohuni dhe kujtoni se Perëndia është në kontroll. Ai është një Perëndi i plot fuqishëm. Pas një funerali, ne i themi personit që është në zi: Më thuaj nëse mund të bëj diçka për ty. Më merr në telefon. Mos harro të më thuash çfarë të nevojitet. Në fakt, edhe pastorët e thon këtë. Jam i sigurt se është diçka shumë e sjellshme, tregon mirësjellje. Dhe është e mrekullueshme të kesh miq që thon: Je në mendimet tona, do të mbajmë në lutje, na thuaj nëse mund të bëjmë diçka për ty apo me çfarë mund të të ndihmojmë. Por e vërteta është se këto premtime shumë herë janë të cekta dhe kur personi që mban zi vërtet ka nevojë për ne, ne nuk jemi aty për të. Madje edhe mund të kemi vdekur. E për sa kohë do të jemi gjallë? Kur e mendon në këtë mënyrë, këto fjalë "më merr në telefon nëse ke nevojë për mua" janë fjalë të mrekullueshme dhe ne duhet t'i ofrojmë mbështetjen tonë të tjerëve. Por sinqerisht, kjo është pak e cekët dhe prandaj unë jam i kënaqur që ne kemi një Perëndi që është personal. Kur ai thotë, më thirr mua sa herë të kesh nevojë, eja tek unë sa herë të kesh nevojë, është diçka krejt ndryshe, sepse Perëndia do të jetë aty. Dhe jo vetëm kaq, por ai ka fuqinë të na ndihmojë. Ai ka fuqinë të na plotësojë çdo nevojë që kemi. Ai mund të ndryshojë gjërat në jetën tonë. Perëndia thotë se ne kemi paqen e tij, e cila është ndryshe nga ajo që bota jep. Kjo është paqe e përjetshme. Kjo është paqja e Perëndisë. Është një mrekulli. Është ngjashme me besimin. Është një dhuratë frymërore. Kështu me që përmendëm folëm për funeralin, mbase dikush që po na dëgjon ka humbur një njeri të dashur dhe nuk ka asgjë të keqe me pikëllimin apo mbajtjen e zis. Kjo nuk do të thotë se ju jeni një krishter i dobët. Edhe vetë Krishti u pikëllua. Ju kujtohet historia që tregon për vdekjen e Llazarit? Jezusi përjetoi një emocion njerëzor. Ne kemi përjetuar një humbje dhe Perëndia e kupton plotësisht këtë. Një nga ngushëllimet më të mëdha për një krishter është fakti që Jezusi ishte këtu në tokë dhe se ai kaloi çdo tundim që ne kalojmë. Ai pati të njëjtat përvoja emocionale si dhe ne. Dhe ai e kupton se çfarë është pikëllimi. Tani vjen një kohë kur pikëllimi duhet të paksohet dhe ne duhet ta kapërcejmë atë e të ecim përpara. Një nga mënyrat që un kam parë se është e dobishme dhe ndihmon shumë që njerëzit të ecin përpara është të theksojmë se shumicën e kohës pikëllimi është egoizëm. Ne sigurisht nuk mbajmë zi e nuk pikëllohemi për dikë që ka shkuar në qiell, për dikë që ka shkuar të jetë me Perëndin, për dikë që ka fituar mbi vdekjen. Në fakt, ne lavdërojmë Perëndin për shpëtimin e tij. Ai ka fituar shpërblimin për besimin e tij dhe është me Perëndin. Dhe sigurisht, ne nuk do të donim ta sillnim atë sërish këtu në tokë mes vuajtjeve, dhimbjeve, shqetësimeve, vështirësive. Prandaj, ne festojmë fitoren e tij. Kjo është bukuria e një funerali të krishter. Por humbja shumë reale. Humbja e miqve, humbja e njerëzve të dashur na lë me shumë kujtime dhe ekziston pikëllimi dhe zia. Por në një pikë ne ja dorëzojmë të gjitha këto Perëndis duke thënë: Zot, ti e di vetmin time. Ti e njeh dhimbjen time. Ti i di problemet që kam për shkak të humbjes së njeriu të dashur. Ndaj, unë po të kërkoj ty, Zot, të më japësh paqe. Më jep paqen dhe gëzimin që ja te kalon çdo zjuarësie. Unë nuk do të jem në gjendje ta kuptoj këtë lloj gëzimi, Zot, por e di ndryshimin midis frikës, zemrimit, vuajtjes dhe paqes tënde. Më jep këtë paqe, Zot. Dhe do ta gjeni gjithë këtë përgjatë gjithë kapitullit 4
të letrës së Filipianëve. Në fakt, vargu 6 thot: Mos u shqetësoni për asgjë. Vargu 7 na thot të jemi në paqe me Perëndin. Dhe nëse dikush është duke u përballur me një punë të re apo do të martohet së shpejti, mund të lexoj vargun 13, që është një deklaratë e fuqishme. Unë mund të bëj gjithçka me anë të Krishtit që më forcon. Kushdo që beson se Krishti është Perëndia i tij personal dhe se ai jeton me të dhe brenda tij, mund ta ketë premtimin se mund të bëjë gjithçka që është e kënaqshme për Perëndin dhe që është brenda vullnetit të tij. Unë kam një shkrim që ma kujton këtë çdo ditë kur jam në makinë. E kam gjetur atë në xhamin e makinës nga ana e shoferit dhe ajo më kujton se unë mund të bëj gjithçka sot. Në fakt, ajo thot: ne së bashku, pra me Perëndin, mund të bëjmë gjithçka sot sipas vullnetit të tij. Një nga gjërat që dua t'ju sugjeroj për sa i përket të ardhmes është që ta lexoni librin e psalmeve. Davidi ishte thjesht një njeri dhe kishte uljet e ngritit e veta. Dhe në fakt, her pas here tek psalmet, ai është pesimist dhe duket sikur është në depresion. Por, disa nga psalmet që fillojnë në këtë mënyrë përfundojnë me lavdrimin dhe falenderimin, kur ai kujton se Perëndia është në kontroll, se Perëndia është me të dhe se ai do të kujdeset për të. Prandaj, do t'ju sugjeroja që për ditë të lexoni psalmet dhe ato do t'ju bëjnë të kuptoni se ju mund të gëzoheni edhe kur gjërat nuk duken mirë, sepse Perëndia është me ju. Ai ka larguar mëkatet tona dhe ju nuk jeni më të ngarkuar me faj. Ai e ka larguar fajin tuaj. Prandaj unë ju them, gëzohuni gjithnjë në Zotin, po ju a them përsëri, gëzohuni. Siç mund ta keni kuptuar nga programi i sotëm, ekziston një gëzim që është përtej kuptimit tonë. Është një lloj gëzimi që të bën të buzëqeshësh dhe të dëshirosh të njëjtën gjë edhe për njerëzit që të rrethojnë. Dhe ky është gëzimi i Perëndisë. Secili prej jush mund ta përjetojë atë që në momentin që e lejon Jezus Krishtin të vijë e të jetojë në zemrën e tij. Gëzimi dhe paqja e Perëndisë është në dispozicionin tuaj, sapo ju të merrni vendimin se do t'ia dorëzoni Jezusit jetën tuaj me gjithçka që jeni dhe gjithçka që keni. Nëse keni pyetje apo doni të mësoni më shumë për Jezusin, na shkruani në adresën tonë postare TWR Albania, kutia postare 130 Tiranë, ose në adresën e emailit twralbania@gmail.com. Këtë program mund ta dëgjoni në YouTube në kanalin TWR Albania prej lista Fjala Sot. Faleminderit që na ndoqët dhe paqen dhe bekimet e Perëndisë.